Një sondazh i publikuar së fundmi në ABC News dhe i realizuar nga Eduard Zeloshnja nxori një përfundim mjaft interesant. Edi Rama, i cili në mungesë të një alternative apo opozite të besueshme vazhdon të mbajë pushtetin, gjithsesi nuk rezulton të jetë ai lideri i madh dhe i dashur nga të gjithë. Përkundrazi, votuesit e majt, të cilët e kanë mbajtur në pushtet që prej vitit 2013, nuk e konsiderojnë Edi Ramën udhëheqësin më popullor të tyre. Siç bëhet e ditur në sondazh, një kampion i votuesve të së majtës nxirrte në pas se më pak se 34% e këtij elektorati e konsideron Edi Ramën si liderin më të padiskutueshëm. Rreth 18% e votuesve të majtë ruajnë ende nostalgji dhe respekt për Fatos Nanon, liderin themelues të Partisë Socialiste. Ndërkohë 8% e këtij elektorati e konsiderojnë Enver Hoxhën figurën kryesore historike të së majtës. Ky sondazh në fakt nuk është as pak i panjohur për Edi Ramën. Ai e ka ditur që në fillim se nuk është lideri i dashur nga të gjithë dhe nga ana tjetër as nuk është përpjekur ndonjëherë të bëhet i tillë. Përkundrazi, ai ka synuar të sjellë në Partinë Socialiste ardhje nga rrethina të tjera politike të cilat i ka përdorur për interesa pushteti. Por sipas sondazhit del qartë se të gjitha këto ardhje që Edi Rama i ka sjellë si bonus politik për veten që nga viti 2000, kur kandidoi për kryetar të Bashkisë së Tiranës, asnjëherë nuk kanë qenë realisht lojal ndaj së majtës. Një pjesë e madhe e këtij segmenti që është dukshëm klientelist dhe i lidhur me interesa të vogla, nuk voton dhe as ka votuar gjithmonë për Ramën, përkatësisht për Partinë Socialiste. E vetmja shtyllë që e mban atë në pushtet është armata prej rreth 800.000 votuesish plus minus e elektoratit tradicional të së majtës, siç del edhe nga sondazhi. Kjo armatë në shumicën e rasteve voton për Edi Ramën duke mbyllur hundën, ndërsa më pas është e para që e kritikon dhe sulmon pa mëshirë. Kjo mungesë dashurie mes Edi Ramës dhe socialistëve shqiptar nuk është thjesht mungesë kimie mes liderit dhe bazës. Ekziston edhe një mungesë vullneti për të gjetur pika afrimi për të krijuar një mjedis miqësor ku edhe nëse nuk ka dashuri, të paktën të ketë miqësi dhe marrëdhënie të hapura. Në realitet Rama nuk i do socialistët sepse e di që ky popull politik është formuar në pjesën më të madhe si një masë që nuk ka lidhje me nëntokën kriminale dhe veset e mëdha që karakterizojnë një pjesë të ashtu quajturës elitë politike. Sot Partia Socialiste e Edi Ramës nuk ka më një strukturë udhëheqëse që buron nga tradita e saj. Madje edhe udhëheqësit e rinj që ka sjellë kryetari janë të dërmuar politikisht dhe penalisht. E gjithë kjo situatë nuk ka ardhur rastësisht. Ajo është ndërtuar qëllimisht nga Rama për të ruajtur dhe izoluar pushtetin e tij personal dhe të rrethit të tij. Nëse krahasohet populariteti i Edi Ramës brenda elektoratit të majt me ato të Sali Berishës brenda elektoratit të djathtë, del se të dy kanë një pjesë të madhe të bazës që nuk i pëlqen. Padyshim Berisha e ka hendekun më të madh, madje mazhoritar, por as Edi Rama sot nuk pëlqejet nga më shumë se gjysma e votuesve të tij. Ky është në fakt realiteti më i rëndësishëm politik në vend. Ekziston një hapësirë e madhe për lindjen e një klase të re politike. Kjo justifikon edhe shtysën e ndërkombëtarëve për të ndihmuar jo thjesht një rotacion pushteti, por daljen në skenë të një komuniteti të ri politik, të një gjenerate të re dhe jo rikthimin e dinozaurëve të vjetër.